dëgjuam presidentin Amerikan Donald Trump të thotë se gati i gjithë Irani është i shkatëruar. Flota detare, forcat ajrore, udhëheqja e Iranit. Por në fakt një ditë më herët Irani ndërmori një prej valve më të fuqishme të sulmeve ajrore, duke treguar se ka kapacitetet për të shkaktuar dëme të mëdha. A është Irani i shkatëruar, siç pretendon Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, Marlind? Nuk gjykoj se Irani është shkatruar, nuk gjykoj se regjimi ka pësuar frakturë dhe nuk gjykoj se kapacitetet e Iranit janë dëmtuar rënd ashtu siç shprehet presidenti Amerikan Donald Trump. Ka deklaratat e tij sigurisht ka hapa mbrapa për shkak se në fillimin e goditjeve ndaj Iranit me vrasjen e liderit suprem Ali Khamenei, Donald Trump u shpreh për një ndryshim regjimi, më pas kaloi tek një zgjidhje ushtarake duke ftuar edhe forcat kurde që të marrin pjesë në krahun e aleatëve për të goditur Iranin. As kjo nuk ndodhi dhe tashmë, si thua, ka një farë mos akordance në lidhje me deklaratat e tij. Duket skeptik për situatën, sigurisht shpreh edhe çështjen ekonomike, që në fakt çështja ekonomike duket e rënduar dhe dita ditës po vijon rritja e çmimeve të hidrokarbureve, kjo për shkak edhe të mbylljes së ngushticës së Hormuzit, e cila është një ngushticë rreth 33 kilometra e gjerë dhe Irani ka kapacitetet për goditur çdo anije e cila tenton të kaloj këtë ngushticë. Mos harrojmë se ka paralajmërime edhe nga proksit iranian, siç janë qeveria e Huthive në Yemen për mbylljen e Bab el-Mandeb, është një ngushticë në gjirin e Adenit, e cila sigurisht do ngarkonte më tepër rrjetin tregtar detar, pasi në atë zonë anije drejtohet apo trafiku detar orientohet drejt kanalit Suezit. Nga ana tjetër kemi parë goditje një pas njëshme edhe të amerikanëve në Iran, kryesisht në fushat e naftës. Sigurisht që pala amerikane i mohon këtë sulme dhe ja hedh në thonjë zafajnë palës izraelite. Gjithashtu Irani po vijon me goditjet me raketat hipersonike drejt Tel Avivit. Jo më larg se ditën e sotme kemi parë dëmet jashtëzakonshme nga këto raketa në Tel Aviv dhe Haifa. Gjendja duket tepër e ngarkuar për aq kohë sa Irani po godet me intensitet edhe vendet e gjirit, të cilët janë vende që janë prekur më shumti nga kjo betejë, kjo për shkak edhe të posedimit të bazave amerikane në shtetin e tyre. Por duket se vendet e gjirit po dalin më të humbura nga Po do të ndalemi më vonë te kjo, Marlind.